Bashkia Shkodër po vijon aksionin për lirimin e hapësirave publike, kësaj here vëmendja është përqendruar pranë blloqeve të pallateve, ku edhe vetë qytetarët kanë depozituar ankesa pranë policisë bashkiake për zënjen e hapësirave të përbashkëta për komunitetin. Aksioni është zhvilluar në lagjen Skënderbeg, pranë blloqeve të pallateve të ish të përndjekurve. Sipas drejtorit të policisë bashkiake Sajmir Rustemi, kjo është faza e dytë e ndërhyrjeve që po realizohen mes policisë bashkiake dhe inspektoriatit të mbrojtjes së territorit. Pas lirimit të rrugëve kryesore, tashmë po ndërhyjet pranë blloqeve të banimit në brendësi të lagjeve të qytetit. Aktualisht janë liruar të gjitha rrugët kryesore të qytetit nga pjesa e hapësirave të cilat kishin zënë trotuaret e tjera. Pas përfundimit të fazës së parë, kemi vazhduar me fazën e dytë, e cila ka të bëjë me lirimin e hapësirave publike në brendësi të lagjeve, aty ku problematika është më theksuar, është më shtuar. Kemi liruar gjithsej deri në këtë moment që flasim rreth 5 blloqe me pallate. Dje ka përfunduar i fundit, i cili është në lagjen Skënderbeg. Bashkia Shkodër po punon paralelisht në dy drejtime, në atë të lirimit të hapësirave, por edhe në parandalimin e ndërtimeve pa leje, thekson kështu drejtori i policisë bashkiake Sajmir Rustemi. Është edhe pjesa e prishjeve, e lirimit të hapësirave, por njëkohësisht vazhdon edhe pjesa e kontrollit dhe parandalimit të moszënies në vazhdimsi të atyre pjesëve që kemi liruar. Do merret mas në shkimore për çdo person që do të tentojë në ato zona ku kemi liruar hapësirat publike, do të tentojmë për t'i rizënë ato. Aksioni pritet të vijojë edhe në zona të tjera të qytetit të Shkodrës, ku janë evidentuar shkelje dhe zaptime të sipërfaqeve publike, të cilat duhet i kthehen qytetarëve.